të informuar se si mund të mbahet një higjenë e dhëmbëve të tyre dhe se si në çfarë mënyrë duke mbajtur këtë higjenë dhëmbët tanë mund të duken më të mirë dhe më të bukur dhe më të shëndetshëm. Për këtë arsye kemi ftuar sot në studio doktor Juli Krongon. Doktor Juli, falenderoj që keni ardhur në studion e televizionit Apollon. Doktor Juli Krongo është shefi i shërbimit profilaktik stomatologjik parsor në Fier. Ka mbaruar fakultetin e mjekësisë në vitin 1991, më pas është emëruar si mjek stomatolog në disa fshatra të Fierit dhe të Mallakastrës. Ka punuar edhe në mënyrë private, ndërkohë gjithashtu ka punuar edhe në Greqi po si mjek stomatolog, ndërkohë që prej vitit 2004, siç e thash dhe më përpara, është shefi i shërbimit profilaktik stomatologjik në Poliklinikën e qytetit Fierit. Doktor Juli, siç e anonçova dhe më përpara, të flasim për një problem që më mirë se sa gjithë ju e dini se sa rëndësishme është, duke qenë se keni punuar dhe në përfshatra në zona ku dihet që higjiena orale shpeshherë lihet pas dore, edhe është qëllimi i këtij emisioni që së bashku të sensibilizojmë njerëzit për të patur një higjenë sa më të mirë të gojës tyre. Pyetja ime e parë është e natyrshme dhe është krejt e kuptueshme që duhet bërë tillë në fillim. Cilat janë disa elementë shumë të rëndësishëm për të patur dhëmbët tanë të shëndetshëm dhe midis tyre pse fluori pikërisht është më i rëndësishëm? Çfarë ka nevojë dhëmbët tanë të marrin më shumë përqend fort? Po. Rreth parë ju falenderoj për ftesën që më bët. Ajo që tha dhe juve që në fillim, vërtet higjiena e gojës është shumë e rëndësishme, po për fat të keq, popullata në përgjithësi dhe ata që vojnë më shumë mendojnë në brezi i fëmijëve edhe në vazhdim, siç ka qenë më përpara, për sa i përket sensibilizimit të higjienës dhe të dhëmbëve, të ushqyerjes së dhëmbëve dhe të jetëgjatësisë së tyre, është bërë një punë e pakët. Në këtë rast, meqenëse ju më ftuat në të studion tuaj, do të them të gjë që gjëja e parë dhe kryesore që vjen për shëndetin e njeriu dhe që pak vlerësohet, vjen nga goja. Goja është nga gjithçka që kalon nëpërmjet saj kalon pastaj në organizmin e njeriu. Kur them goja, them për shëndetin e gojës, në të dhëmbëve, të miqit të dhëmbëve, të mukozës së gojës e tjera që janë lidhura me këto. Për të qenë atë pyetje që thatë juve pak më parë për sa i përket kush janë elementet të cilët mund të mbajnë dhëmbët tanë në formë dhe të shëndetshëm. Një nga ta elemente është fluorizimi, ose përmbajtja e fluorit në dhëmbët tonë. Është ushqyerja që në moshë të vogël, mbase dhe në fazën embrionale të shtazanisë së nënës, me ushqime me përmbajtje proteinash, këtu hyn zakonisht edhe në shumicë frutat. Përmbajtjet tjera janë që bëjnë mirë organizmit, përgjithësi dhe dhëmbëve veçanti janë zarzavatet. Përveç këtyre në gras tazana rekomandohet që të përdorin përveç fluorit kalcium edhe hekurt, megjithëse fluori në kohët e fundit se pas studimeve nuk është shumë i rekomandueshëm në gras tazana. Po më shumë përmbajtje kalciumi edhe hekuri. Pastaj që fillim në fazat e para të jetës së fëmijës, muajt e parë, mirë është që fëmija të ushqehet me qumshin e gjirit të nënës, i cila përmban të gjithë elementet përbërës që ndikojnë edhe në përmbajtjen për në zhvillimin e folikulove themelës të foleve dhëmbor, në zhvillimin që kur dalin dhëmbët, ata të jenë sa më të fortë dhe të shëndetshëm. Pra gjëja e parë, më falni të çmendoj, gjëja e parë që njerëzit duhet kuptojnë është gjithçka fillon që në zanafillën e fëmijës, domethënë që në momentin që ai del në jetë dhe ushqehet me qumshin e nënës, domethënë gjëja e parë që teleshikuesit që po na ndjekin duhet të mbajnë mirë në mend është që qumshi i gjirit është superior, është më mirë se çdo lloj formë tjetër e ushqyerjes, sepse aty siç thatë dhe ju ndodhen të gjithë elementet për shtyllë fluorin. Pikërisht është thelbësor. Për mos thënë kryesor, por është thelbësor në mirë ushqyerjen e fëmijës edhe të zhvillimit të dhëmbëve për ritmin e tij të mëdhenshëm. Për sa i përket fluorizimit, me fjalë që thatë, përmbajtja e fluorit ka rëndësi, sepse fluori në sasinë që duhet dhe kur duhet që është i saktë, pengon shumë ose është një barierë për incidencën e karisit, domethënë parandalon zhvillimin e karisit. Kuptohet në përmasat edhe në sasinë e dur, se mbi fluori ose nën përdorime ose ushqyera
ose solucionet që janë në përdorim me florë, dhe ato kanë problemet e tyre. Do thënë roli kryesor sepse ai pengon atë që në incidencën e karit, në zhvillimin e karit, si krimbja dhe ëmbë. Po. Dhe kjo është arsye. Që karisi ose prishja edhe me që themi në krimbje dhe me që themi në gjuhë, që thonë më shumë populli, është faktori kryesor i prishjes së dhëmbëve. Dhe një nga shkaktarët e karisit, në të prishjes së dhëmbëve është mungesa e fluorizimit në dhëmbë. Dhe me që se jemi duke folur pikërisht për fluorin si ndër më të rëndësishmit, cilat janë disa mënyra kryesore për të mbajtur dhëmbët tanë gjithmonë të fluorizuar, për të mbajtur të shëndetshëm? Çfarë mund bëj një person vetë me iniciativat e veta, me gjithçka që ai mund të manipuloj, të organizoj për të ruajtur dhëmbët e tij të fluorizuar më së miri, dhe çfarë mund bëjnë organet përkatëse, mjekët, stomatolog që t'i ndihmojnë këta njerëz për dhënien e fluorit? Për të patur që thotë përgjigjet pyetjes që bëhet juve, domethënë, për të thjesht në jetën e përditshme në Shqipëri, në vendin që jetojmë, me fjalë problemi, me fjalë ai që mund të themi ne, që mund të bësh një gjë të mirë ose shtim të sasisë ose të mbajtjes në nivel të fluorit në gojë. Kryesori është të patën pastat e dhëmbëve që përdorin neve të kemë përmbajtje natë fluorit, të kemë përmbajtje fluori. Ajo është kryesorja, flas gjithmonë për ç'mund të bëjmë ne si njerëz, si klient, si pacient. Në këtë mënyrë, ose si njerëz të zakonshëm. Kurse për sa i përket punës që mund të bëjnë mjekët, ajo është fatikisht fluorizimi mund të bëhet në disa lloje mënyrash. Klasike është me tableta, është me gel, përmbajtje gjeli, edhe me solucione. Me solucione që ka përmbajtje fluori brenda. Këto janë. Si mund të administrojë një person, domethënë këto, ku mund të orientohet? Gjithmonë me porosin e mjeku stomatolog mund të bëjë, dhe kjo është me grup mosha, zakonisht tek fëmijët. Moshat e rritura është pak e vështirë të arrit ai që kërkojmë ta realizojmë sot. Po pse pikërisht tek fëmijët? Kush është arsyeja që këto duhet përdorur tek fëmijët, edhe si rekomandoni ju, si mund të përdorin njerëzit tonë në momentin që ato i kanë në duart e tyre këto lloj metodash, si pastat, solucionet apo gjelrat? Po. Pse synon pikërisht tek fëmijët? Po te fëmijët, se që aty fillon zhvillimi i organizmit të njeriu, edhe fëmijët dhëmbor që themin të nofull, dhe në sipër me të poshtme. Nëse ato gjëra nuk bëhen që fëmijë, nuk praktikohet ose nuk realizohen që në moshë minore, në moshë të vogël, atëherë s'po të pretendosh që të kesh një gojë të mirë ose i gjën të pastër ose të rregull të gojës. Dhe gjithmonë, si çdo gjë, që në fillim në hapat e parë duhet të bërë kjo punë në mënyrë që edhe fëmijët të kenë mundësi që mos kenë probleme me gojë, siç mund të ketë shumë sot që vojnë në ato gjëra. Edhe duhet edhe edukata shëndetësore, stomatologjike, propaganda që duhet të bëhet, duhet të jetë shumë më e madhe se ç'është deri sot. Sepse nga fëmijët fillon gjithçka. Edhe është si të thuash problemi i tyre për tërkohën, sepse nga karisi, nga prishja e dhëmbëve, nga sëmundje ndryshme me fjalë dentare, njerëzit në të ardhmen mund të kenë në moshë madhore mund të kenë probleme me shëndetjen, nga dihet që dhëmbët japin probleme, infeksione me fjalë tyre mund të japin probleme në zemër, në veshka, në tru. Dhe janë të lidhura, prandaj edhe një mirëmbajtje e mirë e gojës që në fillim me ato të dura që gjërat që duhet të bëjë fëmia, i japin një shëndet të mirë edhe për organet e tjera jetësore të organizmit. Që në duke mund të jenë shumë të lehta, se pa rëndësi se nga dentisti ose nga dhëmbi nuk ka gjë, por fatikisht goja unë sa fillim goja është kryesore për shëndetin e njeriu. Edhe pak lakohet, si propagandë. Dhe si mund të përdoren këto forma, tabletat, gjeli edhe solucioni, si mund ta na ilustroni për njerëzit që po na ndjekin? Po. Kjo është ndatë me grup mosha fëmijësh, edhe në 0-6 vjeç, edhe 6 deri në 18 vjeç, me tableta gjithmonë. Jepen për moshën 0-6 vjeç jepen tableta 0,25 mg fluori. Kurse për rastet që janë më të theksora, problemet e dhëmbëve, që kanë probleme të prishjes së dhëmbëve, mund të jepen 2 fish e tyre. Kurse grup mosha 6 deri në 18 vjeç, kuptohet mund të marrin 2 fishën e sasisë të tabletës.
Për të kthyer pak mbrapa në kohë dhe për të kthyer disa njerëz atë nostalgjin, tabletat e Florit për cilët po flet doktor Juli janë ato që kur ne kemi qenë në kopësht, pak të mbrezi moshë ime do t'i mbaj mend, kanë qenë ca kokra të bardha që ne edukatorët na jepnin gjithmonë dhe kanë qenë të ëmbla dhe ne ziheshin gjithmonë sepse ka qenë vërtet një propagandë e cila vazhdimisht duhet bëhet edhe nëpërmjet programeve dhe çdo prind dhe çdo stomatolog, ashtu siç po bën doktor Juli Krongo, i cili është shefi i shërbimit parsor, profilaktik, stomatologjik, duhet të informohen sepse ne nuk e kuptojmë, por në momentin që ne vime me krimbe të dhëmbe, askush nuk i vetëm mendja që kjo ka ardhur pikërisht sepse Flori i tyre është një element i domosdoshëm shumë i rëndësishëm i cili ka favorizuar këtë. Po kanë qenë ato tabletat e bardha, të cilat ne kemi pirë kur kemi qenë kopësh. Përse metodat e tjera që tha me gel edhe me solucione, ato mund të bëhen lokalisht tek mjeku, stomatolog. Për punën e solucionit gel me fjalë, ajo është me një edhe solucioni fjalë është një në kod sot, kod moderne. Ato bëhen të gjitha dhe në përshtatje dhe me moshën, edhe në psikologjinë e fëmijës. Do të thotë që mos të bëhet diçka e frikshme që të vesh te dentisti për të bërë florizimin lokal, lokalisht tek mjeku. Ato kanë shije fruta shëndetshme, banane, lule shtrytesh, do të thotë përshtaten edhe me vetë moshën e fëmijës në mënyrë që fëmia ai skupton vërtet çfarë po bëhet, por ama të ardhmen kur të rritet, do thotë kanë bërë diçka të mirë për higjienën dhe për shëndetin e dhëmbëve të tij. Këto metodat që ju jeni duke folur doktor janë të kushtueshme, do janë përballueshme si profilaksi, domethënë një familje normale shqiptare, fjerake, le të themi ose nga gjithë rrethet ku po na ndjekin nëpërmjet valëve të televizionit tonë që janë duke ndjekur këtë, edhe kanë dëshirë, domethënë sepse njerëzit janë edhe çik të trembur sepse shikojnë për shembull të afërmit e tyre që kanë dhëmë të krimbur dhe kanë nevojë të pak në përdorimin e pastave. Është e kushtueshme metodat e tjera për florizimin. Për këtë që thoni juve, mund të jetë nga të paktat raste, domethënë florizimi në çdo lloj varianti, është nga të paktat raste e cila është më pak e kushtueshme se çdo shërbim tjetër. Dhe nga ana ekonomike as nuk rëndon xhepin e shqiptarëve. Ndërkohë ju në praktikën tuaj të përditshme, çfarë keni vënë re? Sa rëndësi kushton njerëzit pyetjeve apo informimit rreth shëndetit të tyre të gojës? Edhe në qoftë se jeni duke thënë që është një gjë pak e kushtueshme, pse mendoni që lihet kaq pas dore, konsiderohet kaq pak shëndeti i dhëmbëve? Çfarë vini ju në praktikën e përditshme? Nuk mund të them se niveli me fjalë i asaj që thonë për të ketë kulturë mjekësore njeriu ose pacienti ose kushdo që mund të paraqitet në klinikën si tonën, si në klinikat private. Problemi është që ka qenë mungesë e theksuar mbasi këtyre viteve tranzicioni me fjalë që stomatologjia ngeli pak si mënjan. Si mënjan përveç faktin se edhe shërbimi që është bërë dikur nuk e se ka pas të lë shërbimi sot as nga cilësia aparaturave e mjekimeve dhe ka qenë çik traumatizuese mjekimi i njerëzit e dentistit. Duke qenë se ka ngelur historikisht. Ka ngelur si psikoze me fjalë që dentisti të merr, po faktikisht ka qenë niveli i ulët i cilësisë shërbimit jo i mjekëve. Mjekët kanë qenë shumë të mirë, shumë përgatitur, të nderuar sot. Ka qenë cilësia me fjalë e pajisjeve së aparaturave ose cilësisë së llojit të medikamenteve që përdorshin atë kohë dhe njerëzit kanë marrë frikë nga ajo punë. Por ama në kohë sot është, si të thuash, është mëkat për fëmijët e tanë ose të kujdo që mos të kushtojë vëmendje se propaganda është, me fjalë mjekët në shkolla e bëjnë punën e tyre se propaganda mund të bëhet. Po puna është që prindërit e fëmijëve si duke kanë atë psikozë që atëre, edhe kanë frikë, mase të sëtojnë dhe fëmijëve, mase janë e gabuar në të kuptim, por është gjë gabim që fëmija mos paraqitet vetë prindit, as të fëmijët të patën ndyrën e vit kontroll. Nuk ka gjë nga goja të vi. Edhe për këtë unë për megjithatë shoh, sa është edhe njerëzit televizit kanë parë dhe botën janë qytetëruar dhe din ta dëshminë që shigjen e gojës, me fjalë dhe vinë në Shqipëri. Edhe kam parë dhe njerëz që më pëlqejnë si profesionist në kënaqje kur ata kërkojnë cilësi, si shërbimi, si higjiene e të tjera me radhë. Për kjo është për të ardhur mirë, shoh që ka një parë reagimi nga njerëzit.
Por me theksuar mos reagimi ose mosnjohja e gjërave më shumë për mua ekziston në zonat rurale, e cila është popullsia më e madhe. Edhe fëmijët janë sasi më të madhe, si shkolla, si të tëra, në zonat rurale. Edhe informimi i tyre është lënë të pas dore nga që nuk ka dhe mjek të shërbimit në shkolla për shumë në fshat, ose në zonë komunës që mund të bëjnë propagandën e tyre për të punë, dhe detyrojnë ata fëmijët të fshatrave që kur janë të sëmur nga dhëmbët, të vinë tërë qytet. Por s'mund të bësh propagandë kur vjen aty. Propaganda mund të bëhet në vendin e tyre. Tashmë aty kanë mbaruar gjithçka. Ka mbaruar gjithçka, ka arritur fundi. Qofse arrit diçka, të paktën her pas here, të bëhet diçka edhe për zonat rurale, besoj se edhe nga një zonë rurale ka njerëz që janë jashtë, por nuk kanë ngembase të merren me njerëzit e tyre që kanë këtu të sqarojnë se çfarë problemi ose çfarë rëndësie ka higjiena e gojës. Pra unë dua të rikapituloj edhe një herë ato që ju thatë më përpara. Pra është e rëndësishme që ne të bëjmë një profilaksi vetë në familje tona, njerëzit që kanë veçanërisht fëmijë po dhe të rriturit, me pasta që përmbajnë fluor. Kjo nuk është as pak e kushtueshme, siç e thatë ju. Madje edhe metodat e tjera me tableta apo edhe me xhel apo edhe me solucion nuk janë as pak kushtueshme. Një gjë tjetër është kontrolli periodik, thjesht një vizitë. Paktën 2 herë në vit. 2 herë në vit. Minimumi 2 herë në vit. Është e rëndësishme. Një 6 muaj. S'ka gjë problemi gjë në gojës, do të shkosh, rrollosh gojën te mjeku. S'ka gjë. Edhe ndoshta bindja më e madhe që mund të ofrojmë njerëzve që po na ndjekin është sepse shkaku që ne kemi kaq shumë smur pak në Shqipëri, veçanërisht fëmijë me dhëmë të prishur është sepse atyre mungon fluori. Atë që mund ta kishim bërë një nga elementet më kryesorë. Se siç e tham është element që e pengon zhvillimin e karcit të prishjes së dhëmbit. Në masën që duhet gjithmonë. E cila mund të arrihet florizimi mund të bëhet në ujin e pishëm, mund të bëhet te kripa, që përdorin, mund të bëhet te qumshti. Nuk to janë politika ose gjëra që duhet të zgjidhen në shumë hak, që të japin zgjidhje. Po është pak kushtueshme nga ana ekonomike. Të ka rëndësi të them. Dhe kjo është aspekti që na intereson më shumë, sepse është tjetër gjë se çfarë ofrojnë shërbimi stomatologjik, por kur flasim për profilaksi të mirëfill, të nga vetë njerëzit, pacientët ose njerëzit normal të shëndetshëm që duan të marrin shëndetin e dhëmbëve, po themi askujt nuk i kushton të lajë dhëmbët e tij rregullisht me një pas që përmban fluor, gjëja më normale. Fluorit. Edhe të mësojnë fëmijët e tyre që dhëmbët duhen larë sepse është të lajë një, të konsumojnë sa më shumë fruta, edhe zhavate. Në ushqimet e thata, përmbajtjet që kanë këto, përmbajtjet e karbohidratesh, e tjera nuk i bëjmë shëndet fëmijëve. Këtu është gabimi mas edhe me madhi prindërve, do të bëjnë qefi fëmijët i bëjnë çfarëdo lloj gjëje për të ngrënë, po që nuk kanë vlerë për dhëmbët. Fëmijës di bësh qefin, normale është, ti bësh ëmbëlsirën. Edhe të tjera gjëra, po jo ta bëj rrugë, do të haj frutat e para dhe ushqimet që kanë përmbajtur zavatet. Ai është ushqimi më i mirë. Ndërkohë që numri në studio ku sekretariaton telefonike do të mirëpres pyetjet që ju nderuar televizionistë do të keni për doktor Julin është 28128, do të afishohet edhe në cep të ekranit ton, por në këtë moment ne do të bëjmë një pauzë për sa i përket bisedës në studio, do të ndjekim një rubrikën e parë të emisionit ton, i cili është një banat që përdor sot do të flasim për një bar i cili pak njihet por është i rëndësishëm të përdoret siç është acikloviri, do flasim kryesisht për formën e pomadave, të cilat neve do të na duhen veçanërisht gjatë stinës së dimrit kur na dalin ato puçrat në buzë që ne i themi se kemi nga temperatura, por që në fakt kemi të bëjmë me një herpes simplex dhe acikloviri shpeshherë është shumë rezultativ. Ndiqni për më gjerë materialin në përgatim. Hidrokortizoni bën pjesë në grupin e barnave të quajtura kortizonik lokal, pra që përdoren në formë pomade në dëmtimet inflamatore të lëkurës, kryesisht nga ekzema apo rrjebulla siç njihet në të folurin e përditshëm. Që të kuptohet më mirë përdorimi i hidrokortizonit, të flasim pak për ekzemën apo dermatitin. Është një reakcion i lëkurës që shfaqet me skuqje të lëkurës, djegje, shpesh kruarje, trashje të lëkurës në zonën e prekur dhe rënje të epitelit. Ka shumë shkaqe, si ato irritante në vendet me djersitje nga lëndët ngacmuese si detergjentët. Alergjike, persona të predispozuar kanë probleme me lëkurën nëse bien në kontakt me agentin alergjizues, nga kontakti, për shembull nga bijuteritë. Donjëherë kemi mbivendosje të infeksionit në vendin e dëmtuar. Në këtë rast do të ishte më mirë përdorimi një pomade që kombinon një kortizonik me një antibiotik.
Shpërndarja e ekzemës në trup prek çdo pjesë të tij. Kortizonikët, konkretisht hidrokortizoni, merr pjesë në frenimin e reaksionit inflamator gjatë ekzemës, por nuk e kuron përfundimisht atë, veçanërisht ekzemën alergjike që tenton të përsëritet apo rrjebulla. Gjithashtu, pas shqetësimit të ekzemës, nëse personi mbetet ende në kontakt me faktorët që japin ekzem, ajo do të përsëritet. Gjithashtu, nëse mjekimi ndërpritet menjëherë dhe jo gradualisht, mund të ndodhë përsëritja. Hidrokortizoni ekziston në formë kremi ose pomade 0,1%, 0,5% dhe 1%. Shpesh ekziston dhe i kombinuar me antibiotik si neomicin, me antimikotik si nistatin, me pastrues lëkure si klorheksidin ose me zbutës si ure. Këto